Pavarësisht, ne nuk jemi referuar në asnjë moment në asnjë rast, në asnjë rresht këtij rasti, pastaj të rëndimit të këtij rasti. Gjithsesi, ne padyshim kemi bindjet tona politike, kemi nuhatjet tona politike, votojmë e bëjmë kështu me radhë. Por fakti që ne kemi shprehur që rëndimi i tij ishte politik dhe ishte u angazhua policia e shtetit, njerëz të inkriminuar brenda policisë shtetit ka dhënë urdhër që ta arrestojnë në atë mënyrë, ne nuk kemi çfarë të bëjmë se kjo është gjë publike, por e heshtja e prokurorisë dhe të gjitha institucioneve shqiptare në atë periudhë, si nga kryeministri, si nga ministri i Justicisë, si nga parlamenti, si nga kryetarët e grupeve parlamentare, si nga institucionet gjëja ka varur ashtu avokati popullit të Shqipërisë, heshtën duke parë në atë kriminal, padyshim pastaj se ne na lidhin në ditën tona politike, sepse votarën bruna, është janë shprehur Matteo Renzi, ish-kryeministri italisë për atë rëndim. E quhet kriminal dhe quhet Shqipërinë një shtet të rrumpall. Dhe nuk e kemi thënë ne këtë. Por problemi është që dikush mund të më thotë mua që jam politik, po padyshim do të votoj, politik jam, nuk ka dyshime, por që të më angazhoj mua, të më involvoj në pjesën që unë vëmbroj që unë e kam kaluar politike, unë këtë e kam të kjo është e papranueshme sepse nuk ka folur kur politikisht. Edhe një pyetje të fundit kam, zoti Cakrani. Sërish e keni përsëritur deklaratën tuaj se ofroni garanci pasurore për lirimin e zotit Meta. Zakonisht ndodh që klienti paguan avokatin. Përse e ofroni pasurinë tuaj për zotin Meta? Unë e kuptoj Bruna se kolegët tuaj kanë interesin sepse kam parë mbrojtjen time që unë i kam bërë zotit Meta. Unë nuk mbroj, ja kam thënë dhe vazhdoj të them. Unë nuk mbroj Ilir Meta. Unë mbroj presidentin e Republikës së Shqipërisë që ka ushtruar këtë funksion nga viti 2007 deri në vitin 2022. Unë mbroj presidentin e vendit tim. Dhe këtu nuk është as çështje pagese, as sa më ka paguar dhe as sa do më paguaj. Unë këtë çështje e kam bërë se mbroj presidentin dhe mbroj pro bono, ose mbroj pa pagesë. Dhe nëse kam vendosur garancitë e mia pasurore dhe jam shprehur, vazhdoj ta them dhe po ja them dhe në studion tuaj përsëri. Unë i ofroj zotit Meta, nëse do ma kërkoj si garanci pasurore gjykata, unë padyshim që do t'i vendos pasuri sepse mbroj presidentin e Republikës së vendit tim. Dhe mos harroni, një vend i cili sillet me presidentin e vet në këtë mënyrë, kaq barbare, kaq kriminale, kaq të patolerueshme, në të gjithë këto 20 muaj e 3 ditë apo 4 ditë, unë mendoj se ne tregojmë një herë tjetër që nuk jemi vend serioz, sepse ka mënyra tjera për ta hetuar, për ta gjykuar dhe për ta mbajtur presidentin, dhe jo në këto forma. Unë thash, ja ofroj me shumë kënaqësi presidentit garanci pasurore, madje unë vi nga familje pasur, vi nga familje bejverësh, dhe kam prona pa fund shqyr, dhe ja ofroj me shumë kënaqësi presidentit, jo Ilir Metës, presidentit të vendit tim. Dhe bëj këtë jo për as për publicitet, as për të ashtu. E bëj këtë sepse unë jam një qytetar i përgjegjshëm dhe jam një njeri e di historinë e këtij vendi. Unë e di shumë mirë që në këtë vend janë prerë koka dhe presidentësh, janë prerë koka edhe kryeministrash, edhe deputetësh dhe kështu me radhë. Dhe di çfarë do thotë që çfarë do thotë të bësh inkuizicion ndaj presidentit tënd. Dhe prandaj e kam thënë dhe do vazhdoj ta them këtë histori.